realitetit, flas për politikanët, jeni larg realitetit, ju nuk jeni afër me ne. Ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni idenë çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për krahje dhe pasi ndim. Hapni dyert, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Zoti Aulan Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 40 të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jeni të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër, jo vetëm të vini edhe të siguroni njerëzit tuaj.